kam shefe, shpjegoj edhe me gjuhë trupi, këshu e kam. Po pra. Edhe me ambientin e kam. Nuk po flas për gjuhën e trupit, ngriu dhe në këmbë. Po pra, po edhe shpije për këtë gjë. Por fillove po i flisje kamerës, në atë moment nuk po më flisje as mua, as Klodit, po i flisje këshë. Tani këtë harroje, në më dhe këtë se më hondo. Po, më Klod, si ishim dy veta këtu përballë. Po me flisja kamerës. Tash kamerës sa kujtë, se dive që në sy si ishit të në këshu. Po kamerës më kam edhe shpjegoj gjëra. Po zdi cila kamerë kje këtu me këtu, se ne kena Po kje janë dhe e përditshme. Ja, të kjo këtu. Po kështu jam jetën e përditshme, mëj. Po nuk e kamera jetën e përditshme, më shpirë, ke vetëm këtu. Kap kështu, bëj kështu, e këmbën kështu, bëj kështu, nuk ka lidhje me kamerën. Tani... është hera e parë që i flet kamerën. Si? është hera e parë që i flet kamerën. Po unë kur flas me kamerën, jo, nuk është hera parë kuptimi, nuk kam flas me kamerat unë. Flas me kamerat, që parë fola me kamerat ku bëja gadimin. Po këtu nuk e kisha synimin me fol me kamerat. Po e bëre, pra e bëre. Base e ke bërë të pa kontroluar, po e bëre, se në atë moment të thash meru me politik, bëj fushat. Nuk ishte qëllimi im qohem që të flas me kamerën. Oke, pra qëllimi, po them që e bëre, po shërë, nuk po them qëllimi, po them e bëre. E bëre. Në sy kur flasim me kamerat, nuk ka nevojë unë të ashtë Jo, në flas me ty sy, në shofë në sy ty. Nuk kupton, nuk është... Ti më thua, u qove dhe fole me kamerat edhe pse si shte qëllimi jot me pa kamerën. Ne, edhe kur flasim sy njëra me tjetrën, ose me ty, nuk është qëllimi me fol me kamerën, po prap flasim me kamerën, se kamerat në ndjekin. Kamera pa tjetër, është aty. Qëllimi, këtë prap po them. Tjetër. Po, vlënë, Benita. Por e bëre. Po unë edhe tani që flasim, të dyja po flasim edhe me kamerat. Po lërë me kamerat arroj, nuk mere mu me kamerat fare. Po ti pa po për kamerat. Unë po të bëj krasim tani. Unë nuk thash u qove për kamerat, u qove dhe i fole kamerës. Po do me thënë u qove për kamerën. Do me thënë, jo, unë po them do me thënë. Unë po them fakt. Okej, në dhe në atë moment unë të thash, në qovë se do t'i flasësh kamerën një gjëtë të tilë, qovë për fushat puti politikës, atë thash kështë. Gjena, me bo më Pse e thash unë, ato apo luta menç? Ama nuk e nga veprimi jotë, pra. Zot me bo me posti, tha i Moj nuk e di për qëfar e bëre, unë po them qëfar bëre. Kupton? Po unë edhe këshu kur ri, kamera të shofi. Alba, mund më lonzë më të shmënde. Që do në qatë në që do në atë tjetër. Qëtësohu pak dhe më kupto logikën. Ti mund të bësh në mënyrë të pa kontroluar, të natyrshme, ke tipin, që rëndësi e ka. Nuk më intereson fakti pse e bëre. Unë po të them që e bëre. Pra, ti në një moment harrove që po diskutoj me Klodin dhe me mua dhe unë ngrite po i flisje kamerës për barazin e grave. Për qëfar me ndonë se e bërë? Moj nuk më takon mua të të... Jo, për qa? Për mos me fol me ju, për me fol me kamerat. Moj nuk përcaktoj pse e bëre, unë po them e bëre. Po pse thu fole me kamerat, nuk the fole me murin? Sepse të thash që ke një sens të theksuar protagonizmi. Po pse the nuk fole me Pse the fole me kamera, nuk the fole me muri, se unë edhe muri si për e pash. Po me kamerë t'ju drejtove, u ktheve nga njëra anë dhe pas nga ana tjetër, se çdo gjë është e regjistruar, o Alba. Po edhe këtu kur flasim na është e regjistruar. Unë po fola, po e nxorra një llaf prej goje, ta kesh parasysh, sot edhe sa mund të jemi bashkë tu, ma dëgjo. Në qoftë se ma dëgjo pak, të lutem po flas edhe respekto moshën. Jo, të respektoj ty si njëri, nuk ka lidhje mosha, kombi, po edhe mosha, për të respektoj, edhe 0 dy vite më shumë që kam. Nuk ka lidhje mosha, mos përmend pra, moshë. fiksoj këtë gjë që po të them. Të respektoj pavarësisht mosha. Gjithë njerëzit i vlerësojnë se jemi njerëz. Do bëjmë dialog apo monolog? Tani. Mos ma përmend moshën, lutem. Mirë, okej, e heqi moshën, s'po e përmend më. Tani, ta kesh parasysh të thash sot edhe sa mund të jemi bashkë këtu. Unë mendohem shumë për para se e nxjerr një fjalë nga goja. Pra, nëse marr përsipër ta nxjerr nga goja, nuk e kthej mbrapsht dhe e kam menduar shumë mirë. Pra, kam argument për ta thënë atë gjë. Ma thuj argumentin pse. Ta thash që ke një sens të theksuar protagonizmi. Nuk jam këtu për të gjykuar pse e ke, është gabim ta kesh apo mos ta kesh. Për çfarë përdoret fjala protagonizëm? Po, është publiku. Unë po them çfarë konstatoj. Për çfarë është fjala protagonizëm? Çfarë është protagonizmi? Protagonizëm, nuk e di çfarë do të thënë protagonizëm. Jo, ma thuj ti. Shfrytëzon situatët për vëmendje. Të shpjegoj po. Të biesh në sy. Ky është protagonizmi. Më ka të te për shpejtë. Ky është protagonizmi.
Rol protagonist. A tha termi protagonizëm. Shi, ju mendoni, prap thot ju mendoni, o shpirt. Jo, Alba, a pyete termi protagonizëm? Po unë ja be ofendu me të. Po për që e ofenduar? Definimi i protagonizmit, anë shikoj apo jo? Për që e ofenduar? Ko, unë jam rrit jashtë Ska të gjë, momente zonës. të tregojmë vetën, s'ka neve. Pa tjetër më unë ta thash, po e kam gabim, do ta vërtetoj koha. Qofse e kam gabim, do them e kam gabim. Okej, keni çfarë? Gjykova gabim. Ose cigare ndezne? Besa, unë e jo. E kena pasi politikanin në Shqipëri që thote me cëtësi e dashuri. Pastaj pse duhet ndjesh e fyërës të kesens protagonizmi? Është ofendim ajo. Pse ofendim ky? Kesens protagonizmi është ofendim? Unë e marrë për kompliment, do të ma thonë. Jo, unë e marrë ofendim. Ti bësh Qa gjëra ka? për vëmendje. Unë e marrë për Ti bësh gjërat për vëmendje që nga ofendim? Po. Mirë, për konceptet e tua. Kur i bën gjërat për vëmendje, nuk i bën gjërat për pjesës që flas më shumë. Bëj gjërat për vëmendje. S'ka gjë. Jena mësuar. Nga që e mësën? Sorry, sa se kisha mendjen e punë. Është ofendim t'ja thush njeriu t'i bën gjërat për vëmendje. Sidomos i njeriu që se ka atë synimin. Po unë e kam hiktu për vëmendje, për shembull. Kur bëhet fjala për çështje Ja, serioze, më falni, unë e përdoret zdramatizoj fjala që i tepër. bën. Edi, unë e zdramatizoj tepër. Më vjen keq. Po kush është çështje serioze, o Alba, aman tani të lutem. Po Kush flisim është çështje seriozisht, serioze? nuk po flisnim. Kush është çështje serioze? Ti marri me radhë Thjesht nuk çështje bëj gjëra për serioze. vëmendje. Nuk bëra gjëra për vëmendje.